kanë luftuar, duke mos i alshu njëri tjetrin udhët, kanë luftuar mes veti, thot janë vrarë të gjithë kroshqit, ishte kalbur, ajo shive si dras. Kurse i kemi pa domthon flokët e nusëve, domthon kimet e flokëve të nusëve, domthon i kemi pa. Kam njohuri pak a shumë nga gojdhanat që i kam dëgjuar nga prindërit tanë, nga gjyshërit tanë për këtë ngjarje të varrezave të kroshqeve. Këto kanë ndodhur në kohën e të mëhershme që nuk mund të definojmë se para sa vite do ishin, po me siguri që i kanë mbi 300 vite i kanë këto varreza. Për arsye se edhe shifës edhe fshati, domthon, fshati ka disa argumente që ka ekzistuar para më shumë se 300-400 viteve. Dhe sa i përket varrezave të kroshqeve, kjo ka ndodhur në atë kohë kur njerëzit kanë qenë jo civilizuar sa duhet dhe kanë besuar shumë besytni, kështu që ku janë taku thot dy dasma, po mënej dy radha të kroshqeve dhe janë zatit ballë për ballë dhe nuk i kanë lëshu udhën njëri tjetrit duke menduar nga krenaria e tyre se ai që lëshon rrugën është më i dopt ku ta diun, dhe këta kanë luftuar duke mos i alshu njëri tjetrin udhët, kanë luftuar mes veti, thot janë vrarë të gjithë kroshqit dhe në fund kanë mbetë vetëm nusët. Atë nusët edhe ato e kanë plaguar se e kanë mbyt njëra tjetrën. Unë jam dikun 57 viteve dhe para 40 vite unë besoj që kur isha atëherë më i ri, kam lujtur edhe unë bagti këtu pari, dhe këto kanë qenë të definuara si varre. Ndoshta në atë kohë më herët kanë qenë më të kujdesshëm fshatarët edhe i kanë lënë ashtu siç kanë qenë, kurse në këtë kohë tash domthon po shihet që nuk ka respekt shumë ndaj këtyre gjërave të vjetra, dhe thuaj se e kanë humbur atë origjinalitetin e vet. Unë si i ri i kam taku me gjyshin tim, kur ishte quar Reka, lumi domthon prej shiut të madh, dhe i ka bortur një pjesë apo i ka shpluar një pjesë varreve, sidomos te varret e nusëve. Dhe unë i kam pa me sytë e mi, ata drënj që ishin kanë apo drasat që ishin kanë të mbuluara, u poke dheu i zi, domthon u doke drasa si dhe i zi, se jo dras, dheu i zi domthon që ishte kalbur, ajo shive si dras. Kurse i kemi pa domthon flokët e nusëve, domthon kimet e flokëve të nusëve, domthon i kemi pa dhe gjyshi e mor me dhe i mbuloj ato flokët e nusëve. Unë këtu muj me thonë, muj me perceptu një shifër dikun e 3-40 varre janë kanë. Mund të ketë ndodhur që kjo hapësinë të jetë edhe më e madhe, më e nejës ose në ato në këton, por na që i kemi zonë domthon kjo pjesë. Dhe në kont secila definone me gur, secila i ka pas gur te koka dhe te këmbë.